Sektori i arsimit sot nuk ishte në protestë, ndonse e dim se mësimdhënësit kohë pas kohe të organizuar nga së bashku kanë ditur të mos mbajnë fare mësim, të shtyhet besa edhe viti shkollor për shkak të pakënaqësive tyre të ndryshme e të cilat i kanë shfrytzuar për t'i paraqitur përmes grevave e protestave. Pse sot s'ka pasur, kushtimisht pyes, jo me qëllime, po pse sot pushim për mësimdhënësit? Zoti Blendor Shatri, zyrtar në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit. Tunxha Tjeta, pse sot pushim? Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Jo pse sbashku dhe sektori i arsimit nuk ka kërkesa drejtuar institucioneve të Kosovës, edhe pse sot kjo ditë do të ishte e duhur të ndodhin protesta të gjitha sektoreve, duke përfshirë sektorin e arsimit. Mirë, po pasi kemi analizuar situatën, e cila fatkeqësisht 2 vitet e fundit ka qenë një situatë shumë e komplikuar se përket funksionimit të rregullt të institucioneve të Kosovës, për shkak se kemi pasur zgjedhje të paktën çdo 5 muaj, 5-6 muaj, dhe kemi ardhur në përfundim se kujt t'ju bësh protestë institucioneve të cilat kanë zgjedhur ta luajnë rolin e strucit, pra të fusin kokën zall në raport me kërkesat e drejta të sindikalistëve në rastin konkret të punësuesve të sektorit të arsimit, dhe kemi parë të udhës se në këtë 1 maj nuk do të ketë protestë për këto arsye. Pra nuk mund të bësh protestë veshëve të shordhër të cilët luajnë rolin e strucit në raport me të punësuarit, të cilët i kanë obligim të plotësojnë kërkesat e tyre. Okej, nëse do të protestoni, cilat do të ishin kërkesat tuaja këtë 1 maj? Çfarë do të kërkonte së bashku sot nga institucionet e vendit për antarët e vet, pra kushtimisht drejt për drejt për mësimdhënësit në Kosovë? Po, duke parë që e ceka më herët, 2 vitet e fundit nuk ka funksionuar mirë as institucionet, mirë po jemi ndjerni gjithë edhe opinioni publik që as dialogu social nuk ka qenë në nivelin e duhur në raport me sindikatat, janë stresuar shumë probleme të cilat zbashku vazhdimisht i ka shpërfaq në mediat e Kosovës, po ashtu edhe drejtuar institucioneve me shkresa të ndryshme me këto kërkesa. Një prej kërkesave imediate që do duhet të ishte, për shkak se fatkeqësisht jemi vendi vetëm në Evropë dhe në region që s'kemi kontratë kolektive as të përgjithshme mirë po as të sektorit të arsimit. Këto do të ishin pra kërkesat e para që do të kishte zbashku në raport me qeverinë dhe me institucionin nëse do të funksionin në rregull, pasi se veç e dim që jemi me një qeveri në detyrë. Pra, këto janë disa prej kërkesave shumë të rëndësishme, për shkak se me kontratë kolektive trajtohen shumë çështje të drejta dhe obligime të procesit të punës. Ju prisni se do t'i realizoni ato? A do të detyroheni të protestoni ose të futeni në greva? Ne tash patjetër jemi të obliguar edhe me ligjet të organizimit sindikal dhe ligjen për organizimin e grevave dhe përdorjes elementeve sindikale që të presim që institucionet të jenë funksionale. Momentin e parë që funksionalizohen institucionet në formën e rregullt pas zgjedhjeve të cilat tash veç janë caktuar data për data 7 qershor, do të kërkojmë që të kemi takime fillestare me Ministrinë e Linjës, me Ministrinë e Arsimit, po ashtu edhe me institucionet me lart qeveritare, në mënyrë që të kërkojmë që me dialog të plotësohen këto kërkesa që janë kërkesa të drejta të shtresuara ndër vite nga të punësuarit të sektorit të arsimit, shkencës, kulturës, të cilët ne i përfaqësojmë si sindikat, dhe pastaj shpresojmë që do të hasim në mirëkuptimin e tyre të plotësohen këto kërkesa dhe që t'ju ikun përdorimit e elementeve sindikale, pasi që asnjë sindikat, mirë po asnjë si zbashk nuk kemi dëshirë të përdorim elementet sindikale. Elementet sindikale pra janë elementi fundit i cili do të përdoret në rast se nuk hasim mirëkuptim nga institucionet të cilat janë përgjegjëse për të plotësuar kërkesat e të punësuarve në sektorin e arsimit, shkencës dhe kulturës. Megjithatë, zgjedhjet që zhvillohen më datën 7 të muajit të ardhshëm, sikur se po thonë analistët, rezultati i tyre mund të shihet tek disa muaj më vonë. Kështu që kujdihet na zë shtatori sigurt për të filluar shkolla, pa pasur mundësiu që të takoheni me qeverinë e re. Por kjo qeveri që është tashmë në detyrë, ju ka takuar, ju ka premtuar konkretisht se do të zgjidhë ndonjë gjë për mësimdhënësit në Kosovë? Ne edhe pse kemi bërë kërkesë zyrtare për takime me ministrin
arsimit, ende nuk kemi pranuar ftesë për takim. Jemi takuar me disa drejtorë të departamenteve për çështje të ndryshme të cilat preokupojnë së bashku në raport me interesat e të punësuarve në sektorin e arsimit. Ne po direkt me ministrin e linjës ende nuk kemi pas takim. Shpresojmë që edhe këtë periudhë sa të janë qeverinë detyrë mund të takohemi dhe mund të rregullojmë disa çështje, mirë po momentalisht nuk kemi pas takim zyrtar. Mirë. Nëse nuk reflektojnë institucionet, sot nuk pati protesta, patëm një numër të kufizuar, është 1 maj që ndër qytetarët tanë më tepër është ditë feste. Nëse nuk reflektojnë institucionet deri në shtator për kërkesat tuaja, çka? Gjithmonë në qoftë se institucionet nuk reflektojnë në raport me kërkesat e drejta të përfaqësuesve të sektorit të punësuarve në sektorin e arsimit, shkencës, kulturës, atëherë patjetër institucionet që funksionojnë ose organet që funksionojnë në kuadër të së bashkut do të mblidhen, do të diskutojnë dhe do të marrin vendime për hapa të cilat udhëheqësia bashkërisht me gjithë anëtarët do të ndjekon në vazhdim, duke mos përjashtuar as greve për shkak se është element i lehtëshëm të cilin e parashën ligji për organizimin sindikal si dhe ligji për greven. Qartë. Faleminderit shumë për kohën që ndave për ne drejt për drejt në këtë emision, zoti Shatrik. Na që folëm bashkë. Faleminderit juve. Gjithë mirat për ju.